Tani duhet të jetojmë çfarëdo që u kemi predikuar ndonjëherë të tjerëve. Kështu shkruajti Lynette Hope në ditarin e saj. Jam klasifikuar si me kancer në stadin e 4 dhe perspektivat e mia janë mjaft të zymta. Megjithatë mbetem e gëzuar dhe plot shpresë dhe dua t'i kaloj vitet që Zoti më jep në gëzim dhe falënderim, duke shërbyer kudo që të mundem. Me këto fjalë të thjellta plot shpresë, misionarja ortodokse në Shqipëri, zonja Lynette Hope, filloi udhëtimin e fundit të jetës së saj të frytshme. Në këtë ditë, lipsani i misionares ortodokse Lynette Hope, pasi u preh përpara 19 vjetëve në varrezat e fshatit Shënlash, tashmë lipsani i saj do të prehet pranë skitit të myropurseve. Shërbesa e përshpirtjes u kryesua nga kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Fortlumturia e tij i Zot Joani. I pranishëm ishte dhe mitropoliti Apollonis të Fierit, hirësia e tij Nikolla, klerik dhe laik, ish bashkëpunëtor të zonjës së ndjer Lineta. I bekuar është Perëndiu, gjithnjë tani e për në jetë të jetëve. Lynette Hope lindi më 8 maj 1960 në Hammond, Indiana, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbas përfundimit të shkollës, ajo së bashku me bashkëshortin e saj vendosen në Kenja. Bashkë me familjen e saj, Lynette Hope u vendos në Shqipëri në mars të vitit 1998, duke u vënë në shërbim të njerëzve në nevojë. Që nga ajo kohë, Lineta u bë koordinatore shumë projekteve për t'i ardhur në ndihmë fëmijëve të varfër, jetimëve apo invalidëve. Ka qenë një njeri rrallë. Më bën përshtypje një herë kemi shkuar në një familje shumë të varfër në kombinat, në një periferi të kombinatit, dhe atje kemi zbritur në një vend të thellë ku ndodhej shtëpia e të varfërës, që ishte e vetë dhe kishte një djalë të vetëm. Puna e saj ishte që lupte në rrugë dhe Linetës i kishte bërë përshtypje shumë të ndjerës dhe më tha Raimonda sikur të mund të bënim një vizitë kjo. Ja gjetëm mënyrën, ikëm dhe aty pam një jetë shumë të vështirë dhe një gëzim aq të madh në fytyrën e asaj gruaje që ishte me kaq shumë probleme dhe prapë ishte me shumë e mbushur me kurajo për jetën. I tham çfarë kërkon, dua vetëm të shkolloj fëmijën tim, tha, të më ndihmoni, dhe pastaj të tjerat erdhën me bollëk, domethënë, aq ishte njoja e kësaj familje me kishën. Ajo drejtoi kampe fëmijësh, misione bamirësie për njerëzit e varfër, hapi kurse për mësimin e arteve të bukura, si dhe kreu mjaft vepra bamirësie në shërbim të njerëzve në mjaft rrethe të vendit tonë. Kishte hirin e Zotit, edhe ne të gjithë ishim bekuar që ishim pranë. Edhe unë gjithmonë kujtoj Lineta që kishte një paqe brenda vetës që ndriçoi me të vërtet hirin e Zotit. Edhe pse e sëmur ajo kthye nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përsëri në vendin tonë, ku dhe vazhdoi për gati 2 vjet terapinë për të përballur sëmundjen. Se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia e Atit e Birit dhe Shpirtit Shenjtë, tani e për në jetë të jetëve. Dua të prehem në Shqipëri, në Shën Vlash të Durrësit, kishte thënë misionarja amerikane vetëm pak ditë përpara ndarjes me këtë jetë. Kam pasur bekimin ta njoh Linetën në vitin 1998, kur ajo erdhi për herë të parë në Shqipëri bashkë me familjen e saj, me Natanin dhe me Tristanin, djalin e vogël 4 muajsh në atë kohë. Bën një vizitë në Akademinë Teologjike në Shënvlash, ku unë isha studente në atë kohë dhe pata fatin që t'i përktheja për sa i përket emocioneve dhe eksperiencës së tyre për vizitën e parë në Shqipëri. Dhe që nga ai moment filloi misia dhe u krijua ajo lidhja me familjen e Linetës. Ceremonia e varrimit e kryer më datë 29 gusht 2006 u drejtua nga kreu i kishës ortodokse në vendin tonë, kryepiskopi i ndjer Anastas, mitropoliti i atëhershëm i Korçës dhe sot kryepiskopi i kishës son ortodokse Fortlumturia e tij Joan, si dhe me pjesëmarrjen e klerikëve dhe laikëve të shumtë vendas dhe të ardhur nga jashtë kufive.
Po, është një ditë shumë e veçantë dhe ndjej shumë e bekuar që jam këtu. Lineta ishte një dhuratë për ne të gjithë. Edhe në dha një dhuratë të madh që ajo u kthua këtu në Shqipëri që të jetoj këto ditët edhe muajt të fundit të jetës së saj, sepse në mënyrë që ajo përballoi sëmundje edhe vdekje ishte për ne një dhuratë e madhe. Lutemi dhe për prekjen e shpirtit të shërbëtores së fjetur të Perëndis Linet, që t'i falet çdo fajbër me dashje dhe pa dashje. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Që Zoti Perëndia ta vendosë shpirtin e saj atje ku prehen të drejtët. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Mëshirat e Perëndis mbretërinë e qiejve dhe ndjesën e fajeve të saj prej Krishtit mbretit të pavdekshëm dhe Perëndisë son, le të lypim. Le t'i lutemi Zotit. O Perëndi i shpirtrave çdo trupi, që shkele vdekjen, ndërmove djallin dhe durove botës jetë. Ti o Zot prej dhe shpirtin e shërbëtores sate të fjetur, Katerina Lineta, në vend të drejtshëm, në vend të blertë, në vend freskije, nga ka ikur dhëmbja, idhërimi dhe pëshërtime. Çdo mëkat të bërë prej saj, me fjalë, me punë, me mendje, fali si Perëndi i mirë dhe i dashës, se s'ka njeri që të rrohet mos bjerë në mëkate, se vetëm ti je pa mëkat. Drejtësia jote është drejtësinë e jetë dhe fjala jote është e vërtetë. Se ti je ngjallja, jeta dhe preja e shërbëtores sate të fjetur Katerina Lineta, o Krisht Perëndia ynë, dhe ty të drejtojmë lavdin bashkë me atin tënd pa fillim dhe shpirtin tënd të tërshenjtë të mirë të bërës, tani e për erën e jetë të jetëve. Lavdim e ty o Perëndi shpreseon, lavdim e ty. Ai që ka pushtet mbi të gjallë dhe të vdekurit, si mbreti pa vdekshëm dhe hynë gjallë prej së vdekurësh, Krishti Perëndiu i vërtet, me ndërmjetimet e nënëstit pa cënuar krejt pa përlyer, të apostujve të shenjtë lavdëruar dhe të dëgjuar, të dëshmorëve të shenjtë lavdëruar dhe mundës të shkëlqyer, të etërve të anoshënar dhe hyprurës, të paraetërve të shenjtë të lavdëruar Abraham, Isak dhe Jakov, të shenjtë dhe miku ti, Lazarit 4-ditshëm dhe gjithë shenjtorëve të ti, shpirtin e shërbëtores së ti, Katerina Lineta, që u largua prej nesh ta vendos në tendat e drejtëve, ta prej në gjirin e Abrahamit, e ta numëroj bashkë me të drejtët, dhe ne të na mëshiroj si Perëndi mirë dhe njëri dashës. I përjetshëm kujtimi yt, o motra jonë e lumur dhe gjithmonë kujtueshme. I përjetshëm kujtimi yt, o motra jonë e lumur dhe gjithmonë kujtueshme. I përjetshëm kujtimi yt, o motra jonë e lumur dhe gjithmonë kujtueshme. I përjetshëm kujtimi, i përjetshëm qoftë kujtimi saj, i përjetshëm kujtimi, i përjetshëm kujtimi, i përjetshëm qoftë kujtimi saj, i përjetshëm kujtimi, i përjetshëm kujtimi, i përjetshëm qoftë kujtimi saj. Ata të etërve tanë të shenjtë, o Zotin Isu Krisht Perëndi, mëshirona dhe kujtona. Me uratat e krye Zotit tonë të shenjtë, o Zoti Isu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. I përjetshëm kujtimi. Ishte një bashkëpunëtore shumë e ngushtë dhe gjeti rast që të ngrere dhe
në shtëpinë e saj një ambient të vogël për të shpërndar pakot nga shtëpia e saj të shumë njerëzve që ne kishim në listë të regjistruar që ishin nevojtar, dhe ajo sa dua t'ju ndihmoj, se shoh gjithmonë zyrën plot dhe dua të bëjmë edhe unë pjesë e kësaj, por në mënyrë të thjeshta fare, bëri një grafik, la një ditë të caktuar dhe tha juve këtë ditë bëni një çik çlodhje dhe shkoni në një vend tjetër ta pune, për shembull në Mencë që shkonim, ndihmonim për të ngrënë të varfrit, dhe ajo i priste aty. Kam qenë e bekuar nga Zoti që jo vetëm ta njoh si një besimtare dhe një misionare në Kish, por edhe të bashkëpunoj bashkë me te për kampet verore dhe për shumë aktivitete që ne organizonim me të rinj. Më ngelin shumë në mendje shembulli i gruas misionare dhe i gruas së krishterë, edhe dashuria që kishte ajo për të jetuar një jetë të krishterë ashtu siç do Zoti. Ndërkohë Lineta na dha një shembull shumë ndryshe. Na përgatiti që udhëtimi i saj drejt Zotit për cilin ajo jetoi ishte shumë i bukur. Nuk duhet kemi frikë dhe duhet të jetojmë çdo ditë jetën me Zotin. Edhe në mungon, por besojmë që si kisha që jemi këtu edhe kisha ande në Parajs, që jemi bashkë në Krishti, edhe lutet për ne, edhe ne lutem për ata. Madje na mësonte, me shembullin e saj, na thoshte ne do të jetojmë dhe do të vdesim si të krishterë. Pikërisht këtë dha edhe në momentin e saj të fundit, mënyrën se si u përball me sëmundjen e saj, mënyrën se si gjeti shpresën te Perëndia dhe mbi të gjitha që e shikoi jetën si udhëtim për të takuar Krishtin e ngjallur. Edhe më kujtohet si sot 19 vjet më parë, kur ne bashkë me trupin e saj udhëtonim nga manastiri Shëmvllashit, nga kisha e Shëmvllashit, shkonim te Vareza duke kënduar, duke psalur shenjtë Perëndi, edhe bashkë me hidhërimin e ndarjes nga jeta, ndjenim edhe fuqinë që na jep te Zoti që kjo jetë ka gjithmonë shpresë dhe ne jemi bi për të jetuar si do Zoti dhe për të ngjallur bashkë me të. I përjetshëm kujtimi i saj. Linet Hop, misionarja ortodokse nga Amerika, do të prehet këtu në skitin e myroprurseve, me shpresën e ngjalljes dhe jetës së mëshuar. Për Media Ngjallja, Djakon Aleksandër Dimroçi.